Shenja e peshqve gjatë gjithë kësaj jave. Do të jetë një nga shenjat e cilat do të ketë shumë ulje ngritje. Do të ketë një energji shumë të lartë dhe një moment do ta vlerësoj shumë veten e tij, në një moment tjetër do i duket vetja pa vlerë fare. Kjo është komplet në mendjen e tyre. Kjo është diçka që le të themi janë momentet e fundit që do të vlerë në dyshim talentet, vlerën e tij. Shenja e peshqve, duke qenë se duke filluar nga java që vjen, do të perceptojmë më mirë se cili është pozicioni që ata kanë në jetë, në shoqëri, çfarë vlere kanë vërtet, do fillojnë që ta vlerësojnë vetën e tyre më tepër. Normalisht që kjo do të jetë shumë më efektive nga qershori tutje, por kjo javë është java në të cilën ata me këto ulje ngritje do të perceptojnë mirë se cila është vlera e tyre e vërtet, si brenda probleme familjes, lidhje me veten e tyre, siç përmendet të tjerë. Kemi një mundësi shumë të madhe për të krijuar një stabilitet ekonomik. Kjo do të vijë nëpërmjet rutinës së shëndetshme, që të jenë është diçka që i kanë shërbyer, që kanë bërë punën që nevojitet, atëherë do të kemi një rritje vërtet shumë të madhe ekonomike. Në këtë rast vendosi do të bëjë ata që të kenë një përfitim vërtet shumë të madh ekonomik. Në të njëjtën kohë, të gjitha çështjet të cilat mund të ngelur pak në ajër, qoftë edhe në lidhje me fillimet të reja, në lidhje me investime apo në lidhje me çështjet e zemrës, kjo është një javë në të cilën do të arrijmë që të kemi një futje në rrugën e duhur për shenjën e peshqve dhe diçka tjetër që është shumë e rëndësishme, mund të kemi probleme tek vendi ku banojnë. Për këtë arsye, sidomos dita e premte në lidhje me këtë temë është shumë e rëndësishme, do të kërkosh që të merrni masa. Mund të kemi incidente brenda shtëpisë, mund të na shkasë këmbët për plasëm me diku e të tjerë të tjerë. Prandaj ditën e premte do t'ju këshilloj që të jemi ekstra të vëmendshëm në mënyrë që të mos kemi incidente të tilla ose nëse kemi probleme me gjërat brenda shtëpisë, pra mund të jenë elektroshtëpiake, mund të jenë nuk e di, çdo gjë që ekziston brenda shtëpisë që gjatë ditës së premte mund të dalin probleme. Prandaj do të këshilloj që të jemi pak më të shkujdesur, sepse në disa raste nuk kemi çfarë të bëjmë për sa i përket mallrave, kurse në lidhje me veten tonë jemi më të kujdesshëm në çdo hap që jemi. Okej.